Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Me emrin e Allahut të gjithëmshirshmit, mëshiruesit, e falenderojmë Allahun Zotin krijuesin e botrave, mirësitë, bekimet, mëshira e Zotit qoftë mbi dashurin e tij dhe dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe me të gjithë besimtarët dhe besimtaret që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Allahut i lutem me emrat e tij të bukur, me atributet e tij të larta, na dhurojë dije të dobishme, na mundsoj vepra të mira, e sa të jemi gjallë na furnizoj me furnizim të pastër dhe halal. Allahut i lutem që të jemi për atyre njerëzve që e mësojnë, e kuptojnë, e njohin të vërtetën dhe e pasojnë atë mbasi e njohin dhe e njohin të pavërtetën, të kotën dhe i largohen mbasi e njohin. Zotit i lutem që të jetë dia që ne marrim dhe japim argument, dëshmi dhe ndërmjetësim për ne ditën e Kiametit. Pa humbur kohë inshallah taala, po filloj me pyetjet të cilat janë për momentin të rezervuara, po nëse ka vëllezër ose motra që duan të bëjnë pyetje direkt, nuk ka asnjë lloj problemi. Jam në muajin e 8 shtatzanis, thot pyetja e parë, dhe kam shtypur pa dashje makinë të obori shtëpisë një hotele, mace të vogël, pa e parë. Vjera po më thot që është shumë keq shtypësh mace. Normalisht që është keq me kuptimin se gjyna, domethënë me kuptimin krijesës e Zotit me shpirt ka vuajtur. Në këtë kuptim po, se s'lejohet me dëmtuar as një për krijesave të Zotit. Mirë, por kur është pa dashje, s'ka mëkat. Njeri me qenë e jo më kotele. Mirë, po problemi është me sa që duket tek qenia e kësaj motre shtatzën dhe ka shtyp kotelen. Atëherë ka fillu të aktivizohet falli dhe gojdhëna. Ka për të ndonë i keqe, do të eci keqe, s'ka për shku marë, tjere. Të gjitha këto e më pralla dhe s'ka për të asnjë lloj argumenti nga feja islame. Unë jam i martuar, por prindërit e nusit respektojnë shumë të fejuarin e gocës tjetër, pra mua nuk më respektojnë fare, kurse ata e respektojnë shumë e më shumë. Çfarë më sugjeron? Pa talli mos të respektojnë. Qa halli ke jo? Ti shif, ti është korrekt. Me nusën, ta kesh mirë. Ç'po duhet? S'të respektohen ata si që respektojnë baxhanakun tënë. Ç'është problemi ka? Where is problem? Ku është problemi? Më mirë se kur të respektojnë kjo obligime më shumë. Kur të respektojnë je më i çlirë. Kështu që stresi zero, mos e vrit mendjen fare, je në rregull. Se gjej hotelat, kanë dhe ato pikat e dobta gjeva. Mos i drejt për drejt, mos i thuj gjërat ashtu si që ndjen, apo ashtu si që janë. Edhe, selam aleikum, aleikum selam. Falem, lexoj Kur'an, por kam pas një dert shumë të madh. Mu ka vardis pak si shumë kunati. Më vjen turp ta them, por unë e kam shef se beti burrit, se burri o koni i shtyr e kishmit vllajin. A kam bën mirë që ja kam majtë më shet burrit, apo duhet me ja tregu? Apo duhet ja kisha tregu? Se burrit tash u bë disa vite që ka ndru jetë, ndërsa unë i kam ndërprer marrëdhëniet me kunatin. Ndërsa burrit si kam treguar kur, a kam hyrë gjyna? Jo, s'ke hyrë gjyna, inshallah, mirë këtë bërë, Allah të shërbleft, që si ke tregu, bravo të qoftë. Edhe bravo të qoftë që i ke shkëput marrëdhëniet nga kafsha.
Bravo të qoftë që i ke shkëputur marrëdhëniet nga kafsha. Bravo të qoftë, s'ke punë me të fare, hiç larg kafshëve. Jam një vajzë, lejohet mbulesa shembull me tunik, i bie fustan deri në gjunjët e pastaj me pantallona poshtë. Mbulesa e femrës muslimane ka disa kritere që duhet plotësohen. Pra nuk mund të shpikim modele të reja të mbulesës, siç ndodh me tiktokistet apo me reklamistet apo me këto blogeret e tjerë. Hijabi, shamia në islam duhet plotësoj disa kritere. 1. Duhet të mbuloj të gjithë trupin e femrës, dolën pantallonat e këto muhabetet që është bërë pyetja. Duhet të jetë jo i të i dukshëm, pra duhet të jetë mbulues. 3. Nuk duhet të jetë me, le të themi, zbukurime të atilla apo ngjyra të atilla që tërheqin vëmendjen e meshkujve. 4. Duhet të jetë i gjerë dhe nuk bën që të jetë i ngushtë. Flasim çfarë thot Islami për hijabin, që do të thotë hijabi i femrës muslimane nuk dallohet nga trupi i saj asgjë. Jo me hijab, edhe nën hijab lexohen madje edhe muskujt, madje edhe kokrizat se si janë. Kjo pastaj Allahu e lehtësoft. 5. Nuk duhet që hijabi i femrës muslimane të ngjasoj me rrobat e meshkujve. Pra duhet të jetë rob e gjinisë femrore. Mos të ketë asnjë lloj specifike që është rob meshkujsh. Për shembull, bluze veshin meshkujt. Për shembull. 6. Nuk duhet të ketë asnjë lloj ngjashmërie me rrobat e kategorive të cilat janë jo muslimane, që janë të njohura me një lloj modeli të caktuar rrobesh. Grupe të humbura, deviacione apo fe dhe besime të tjera që kanë një model stil që dihet ky lloj stili është i këtij deviacioni apo i këtij feja apo besimi tjetër. Femra muslimane nuk duhet ta ketë, nuk duhet ngjasoj me të. Të derdhet nga koka mbi supe. Faktikisht këtë kusht nuk e gjejmë askund të shkruar. Po pse e solle ti? Sepse nuk është imagjinuar ndonjëherë hijabi në Islam mos të jetë i tillë, ka që kjo që thash unë tani përmendet në Kur'an dhe askush se përmend. Në librat e fikut, askund nuk e gjen këtë kusht që e thash unë tani. Të derdhet nga koka mbi supe. Pse? Sepse është e përmendur në Kur'an edhe e kanë bërë si të mirëqen. E kanë bërë si të mirëqen. Po faktikisht për kohën që jetojmë duhet përmend. Hijabi i femrës muslimane derdhet nga koka mbi supe, mbi gjoks. Po mirë do thotë ndonjëri, në bazë të kritereve i bie që shumë ndoshta prej gocave të reja, sidomos prej vajzave të reja, prej motrave të reja, si plotësojnë shumë prej këtyre kritereve. E vërtetë është. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadithin e saktë, kjo fe do të bëhet si e huaj, si e panjohur. Mbajtja e fesë dhe e besimit është sikur me mbajt prush në dorë. A mund dot njeriu prush në dorë? S'mund dot. Mund ta marr pak edhe e lëshon më një herë. Pse? Se e djeg. Kështu është edhe bërë edhe sot. Dhe përmendet një kusht tjetër i fundit që thotë s'duhet të jetë i lyer me aromëra në mënyrë që mos tërheqi vëmendjen. Pra, nëse plotësohen këto kritere, do të thotë që kemi të bëjmë me një hijab tamam. Tani po njerëzit janë të rinj në Islam, sa kanë filluar, po e vendosin. Elhamdulillah, Zoti i shpërbleft, nuk ka se problem. Ama ne themi,
kriteret e hijabit janë 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kritere. Për këtë arsye i tha Zoti grave të profetit alayhi salatu selam, vajzave të profetit alayhi salatu selam dhe grave të besimtarëve të asaj kohe, dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain. Duhet me fiksu motra besimtare që ka bërë ndërmend ta hedhi këtë. Okay. Duhet ta fiksoj motra besimtare e cila ka bërë ndërmend ta zbatojë, le të themi, këtë normë kaq të lartë të sheriatit që është hijabi, se qëllimi është po që nona dhe nusja hape, tjetër njeriu mos e hap. Nonës dhe nusës lejohet. Duhet fiksoj motra besimtare, motra muslimane që ndërmerr këtë hap mrekullueshëm, hapin e hijabit, shamnis, se qëllimi është çfarë? Fela yu'dhain, që mos të bëhen objekt shqetësimi. Pra ky është qëllimi. Që me këtë hijab, me vendosin e këtij hijabi, kësaj robe pra të mrekullueshme të bukur, mos shqetësohet nga askush. Pra të ketë hije, të ketë nur, të ketë dritë, të ketë peshë, të ketë rëndesë, të ketë respekt, të ketë vlerë. Ky është synimi, ky është qëllimi. Jo burra si ta bëjmë hijabin se si të tërheqim më shumë vëmendjen laikistave në Facebook apo në internet apo në Instagram apo TikTok e kështu me radhë. Jetojmë në një kohë të vështirë, kohë sprovash. Zoti na fal, e Zoti na uzoft, po me të vërtetë po shohim gjëra që brezi jon nuk i ka pas menu se mund të ndodhin. Mendoheshin që të ndodhen nga të tjerë që s'kan lidhje me fenë dhe me islamin, po kur po ndodhin nga fëmijët e muslimanëve, fëmijët tanë, kjo pastaj është e rëndë dhe e vështirë shumë, sepse as nuk e këshillon dot shokun tat, vllajën tat. Ai din shumë mirë ç'është thot Islami për veshjen e vajzës, për veshjen e motrës. Ai din shumë mirë ç'do i thosh aty. Domethënë të shëllur për Allahut ka dal goca tu ka bë llogere. Tu ka bë ç'do i thosh? S'ke ç'do i thosh? Sabër. Dhe njeriu vazhdimisht duhet i lutet Allahut. S'ka kush siguri. Vallahi billahi, nuk ka kush siguri. Duhet me i bë dua Allahut dhe duhet me punu me fëmijët tanë. Duhet me punu me fëmijët tanë, sepse me të vërtetë jetojmë në një kohë sfidash të mëdha dhe sprovash. U bën gati 2 vjet që munohem në formën më të mirë që flas për islamin familjarëve, po edhe kushërinjve të mi. Mirë po janë kundërshtar të rreptë të islamit dhe ofendojnë shumë. Madje edhe kur unë bëj ndonjë status apo diçka, ata më njëherë e bëjnë objekt muhabeti dhe tallje. Nga njëherë këtyre njerëzve është mirë mos më u fol. Lëri veprat e tua të flasin. Lëre suksesin tënd të flasi. Lëre të arrish një shkallë, në një pozitë, në gjakun tatë dhe në farefisin tatë që të pyesin për mend. Nga njëherë folmja nuk bën dobi, nga njëherë folmja ta kanë marrë dorë, ato pikërisht të duan që ti të fillosh të flasësh për islamin. Momenti që nuk flet, i bën kurioz. S'foli ky sot, si ka unë. Mirë po ti jep mesazhin në formë tjetër. Pra interesohesh për të smurin e tyre,
shkon dhe nimon hallergjiun e tyre, i gjen dhe shpran atij që ka i hall dhe i siklet, je i suksesshëm në punë, je i suksesshëm në shkollë, je më i miri në sjellje dhe në edukat, pa dyshim që e ke bërë davetin në islam, i ke ftuar në islam pa fol për islamin. Ka njerëz që janë kështu siç thot ky vllai. Ka njerëz që duan vetëm të krijojnë konflikt në emër kur flitet për fen apo për besimin. Për këtë arsye besimtarit tërhiqet. Për këtë arsye tha Zoti në Kur'an: "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanati wajadilhum billati ahsan." Me urtësi, me këshill të mirë dhe debat konstruktiv, debat të zgjuar. Pra ta bllokosh tjetrin, jo ti bësh atij argumentim dobët. Kur ai thot diçka ti thush 3 gjona. Kur ai thot po kthehemi në fenë të parëve, ti jepi amerikanin, gjermanin, zviceranin, francezin, që ashtu ku kthy në islam. E ke kput në mes. Po kush është më i zoti apo amerikani? Apo gjermani? Bllokoje. Njeriu pranon një fe sepse bindet me argumentat e tjera. S'ka lidhje se si qëndron puna. Po nuk mund pranojë njeriu fen se kjo ka qenë të parëve. Ase është më patriot se besimtarët e fesë tjetër. Se këta që sillen në këtë formë janë më maskaret e shoqërisë, që pranojnë një fe për të mburr se janë më patriot dhe më adedashës se të tjerët që nuk kanë këtë fe në tyre tani. Ndërkohë që e vërteta dhe e drejta është që gjaku i muslimanëve për këto toka e për këtë dhe është derdh shumë dhe halal ju qoftë që e kanë derdh gjakun. Është derdh gjaku i hoxhallarëve dhe i medresantave në Kosovë lum. E janë plagosur, e kanë humbur gjymtyret e tyre dhe kanë filluar lëvizjet e para nëpër xhamia dhe nëpër medrese për të luftuar Serbin dhe Adem Jashari e Zahir Pajaziti kanë qenë musliman, besimtar, ata cilët e ngrehen të parët pushkën kundër dushmanit, kundër Serbit. E këta qyravecat u kujtuan sot të flasin në emrin e fesë të parëve dhe se janë më patriot. Këta janë maskarin, këta janë qyravec dhe buravec. Përdorimi i fesë për t'i injoruar të tjerët, për të ngjallur rrethje ndërfetare, për të prish harmoninë dhe bashkëtesën ndërfetare, është e dënueshme, po të kishte ligj dhe shtet. Kështu që me këta lloj njerëzish, pra ishte ajo puna e debatit konstruktiv, debatit fort, jo debat që t'i lesh atij tjetrit hapësirë me menu prap. Po kjo nuk vjen, po nuk u stërvit njeriu dhe po nuk lexoj dhe po nuk dëgjoj shumë. E rëndësishme. Kështu që bëj sabër se je mirë. Më vdiq fëmia në bark në muajin e 9, elhamdullahu, kam bërë të gjitha adetet sipas fesë tonë islame, po nga dituria që kam nuk kam informacion nëse duhet bërë akika apo jo. Fëmia kur ndron jetë mbi 4 muajsh, pra ka hyrë muajin e 5 të lartë, trajtohet si njeri i madh, që do të thotë lahet, qefinoset, i falet xhenazja, varroset. I vihet emri dhe i bëhet akika, nëse ka qenë çun, 2 kurbane, e nëse ka qenë gocë, 1 kurban, edhe pse nuk ka jetuar, sepse ky fëmijë do të jetë ndërmjetësues i këtij prindi, i këtyre 2 prindërve në botën tjetër. Kështu që duhet bërë akika. Akika do të thotë kurban, 2 kurbane për djalin dhe 1 kurban për vajzën. Nëse njerëzit në varr e marrin dënimin apo shpërblimin, apo si thoni ju në mësimet tuaja, shpirti është në xhenet ose në xhenem. Atëherë çfarë kuptimi ka dita e gjykimit dhe çfarë kuptimi ka
se ata do të futen prapë në xhenet ose në xhenem. Pyetje interesante është kjo faktikisht, është bërë disa herë, po s'ka problem. Njeriu që, njeriu masi vdes varroset, dhe masi varroset, kalon pyetjet dhe sprovën e varrit. Nëse i kalon me sukses gjitha këto, varri i tij kthehet në një kopsht për kopshteve të xhenetit. Dhe shpirti i tij jeton në xhenetet e Zotit. Dhe shpirti dhe trupi i tij përjetojnë mirësitë e xhenetit, por shpirti është, si më thon, në rend të parë, trupi në rend të dytë. Primar është shpirti në jetën e varrit dhe sekondar është trupi, që do të thotë përjetimet i ka të gjitha shpirti. Trupi ka pasojat e përjetimit, si për në xhenet dhe si për në xhenem. Pra nëse një shpirt është fut në xhenem për shkak gjunafeve të veta që s'është pastruar akoma, shpirti vun në xhenem, por pasojat vinë edhe tek trupi dhe tek varri. Nëse një shpirt është fut në xhenet, shpirti kënaqet në xhenet dhe lumturohet, pasojat vinë tek trupi dhe tek varri. Ne nuk shohim gjë. Jo si thoshte ajo fizikantja, nëna teologe, që thoshte, kush din pak fizik, e kupton se ky hadith është i papranueshëm. I rroft fizika, e rëndësishme. Po mirë, thot pyetsi, nëse shpirti pas sa shkon në xhenet, qysh në varr? Çfarë kuptimi ka ringjallja dhe vajtja në xhenet? Nëse shpirti ka shkuar në xhenem, qysh në varr? Çfarë kuptimi ka ringjallja dhe dënimin zjarr xhenemit? Ne duhet dim se përjetimi i varrit është përjetimi i shpirtit, pastaj i trupit. Pra njësoj si njeriu në gjumë. Ke parasysh në njëri që martohet në gjumë, e kënaqet, e bën parë, i bën të gjitha. Kur çohet ai mirë, si çohet? Thotë. Shef, prap ke njëti vend, hajt. Një njeri i cili ndëshkohet në varr, me gërbaç, me kamzhik, me gjarprinj, në gjumë, në ëndër, shefja ëndër të keqe e kapën, e gjuj njën, e gjuj tjetërin, ngull thikën e probleme, pastaj e dogjen, pastaj e prene, pastaj... Kur qohet kënë mëgjes, qohet ujë ndjerës. Shef trupin, shef gjonë, asë gjosi ka në. Thotë, alhamdulillah, mirë që e ka puna, që e kemë alam një, pas kemë akoma ko. Kështu ndodhe dhe në varë, pra përjetimin e ka shpirti, vin pasojat ku tek trupi. Për këtë arsye ka pas raste që dënimi i varrit është parë tek njerëzit në varr, po raste të rralla. Ka pas raste që është parë zjarr nëpër varre. Ka pas raste që trupat janë kthyer përmbys nëpër varre. Ka pas raste që koka e të vdekurit, kur është hap varri, ka kalu në mes të trupit ose ke komë. E tjerë. Siç ka pas raste të tjera që çdo që ka qenë, mas 100 vjeç është hap varri, çdo gjë në vendin e vet. Siç ka pas raste që kur është hap varri, njerëzit kanë një aromë misku. Sepse personi që ka ndruar jetë ka qenë dëshmor, shahid. Si tha një doktor nga Gaza, tha, kur thoshin ta që kemi parë xhenaze në plasmas, që kur kemi hap plasmasin, mas disa ditësh, ka shpërthyer misku, thotë ky kuvajtiani që e tregon, isha tha, ke parasysh nga që janë godit shumë, edhe tani ju duket sikur. Kur e panë ta ato, që unë e kisha me shumë, e ke parasysh, më thanë, hajde doktori, më thanë, hajde, se ka ardhur një xhenaze, si që të kemi thonë. Tha, pasha Zotë, dhe kur e kam hap xhenazën, tha, një aromë, tha, një erë, tha, që se kisha një herë në jetën tim. Nuk u ngopsha se ndjeri atë aromë. Aroma e dëshmorit. Ka raste që Allahu xhelalu e paraqet. Edhe mirësinë e varrit, edhe ndëshkimin e varrit, po jo gjithmonë. Ka raste, sepse po t'ishte gjithmonë, do i shkatroje fizika asaj, s'do të beson të mon fizikën. Po t'ishte gjithmonë, do të mon të fizikën. Kështu që letri me fizikën,
e të mohoj hadithet, sot në arvun. Mirë, një person përjetoj shpirti I tij xhenetin në varr. Dhe një person tjetër përjetoj shpirti I tij në kohën e varrit xhenemin. Çfarë ndodh me këta njerëz në ringjallje? Ku shfutet shpirti I tij në parajs, në xhenet, qysh në varr, çfarë vjen në ringjallje, mas ringjalljes, ky është në rregull sepse stacionin e parë ka marrë kalus. Ndërsa ky tjetri që I ka vujt shpirti në xhenem në varr, nëse është për besimtarve, ka 3 gjëra. Ose është pastru në varr, dhe pa marrë jeta e varrit I shko shpirti nga këtu, ose duhet kaloj gjithë jetën e varrit që të pastrohet dhe kur del ditën e Kiametit, del I larë dhe I pastruar, ose kalon gjithë jetën e varrit në xhenem, dënim, shpirti I tij, dhe kur del ditën e Kiametit nuk del I pastruar tamam, po të paktën ka heq le të themi gjysmën ose 3 çerekun ose 90% të dënimit që duhet ta heqin në botën tjetër dhe I vazhdon atij procedura, mund ta vujë ditën e Kiametit, mund ta kapi ndërmjetësimin ditën e Kiametit, mund ose mund të bjeri në zjarrin e xhenemit për të vuajtur gjunahet e tij dhe pastaj do të jetë xhenetli. Por përjetimi I xhenetit është si përjetimi jonë në këtë botë. Është primar materia, pastaj shpirti. Trupi, pastaj shpirti. E ke parasysh të hap një shembull. Kur dëgjuna një, kush dhem përpara, dhem shpirti apo dhem trupi? Dhem trupi, pastaj ti fillon dhe e menon, apo jo? Kur t'jep dikush I dhuratë majme, dha dikush 100.000 euro, ti si fillimi e përjeton me shpirt apo e përjeton me sy? Rritet tensioni, rriten rrafjet e zemrës, pastaj edhe e përjeton me shpirt. E qartë? Kur të shah kush për shembull, si e përjeton? E nin një herë me shqiz, e përpunon, pastaj trin mendja aty, si më tha, e ku diqon e tjerë. E qartë? Kurse në varr është e kundërta. Goditjen e parë me shpirti, si puna e ëndrës. Pasojat I merr trupi, ndërsa në ahiret, në xhenet apo në xhenem do të jetë trup, shpirt. Pra I pari është trupi, ai përjeton mirësitë, ndërsa shpirti I ka si pasojë dhe jo I pari, pra është I dyti në rend. Kështu që kjo është meseleja sepse prandaj ka po pyetin ky vllai, thotë nëse punët ndahen në varr, jo nuk ndahen gjithmonë në varr. Nuk ndahen gjithmonë në varr. Kam një hall e cila I flet keq vëllezërve të tjerë dhe motrave të tjerë për mua. Jo, edhe herë, lexova gabim. Kam një hall, pra kam I siklet, kujtova se tha hall, po që ka hall. Kam një hall, nëna ime bën vepra të çuditshme. U flet motrave dhe vëllezërve të tjerë keq për mua dhe hiqet sikur po vuan prej meje dhe bën viktimën. Çfarë do punë që unë të bëja e fut hunë të çdo vend. Gjithmonë vëllezërit e tjerë dhe motrat I mban me llafe të mira, ndërsa mua më flet ashpër. Unë biles jam më I vogli në shtëpi, në vend që të mbërkrahej ajo më largon. Dhe her mas herë më vjen një ndjesi që ta mbys veten. Jo më vllaskep se ta mbysësh veten, bëj sabër. Dikë e ka sprovu Allahu me pasurinë, dikë e ka sprovu Allahu me punën, dikë e ka sprovu Allahu se s'ka fëmijë, dikë e ka sprovu Allahu me gruan, dikë e ka sprovu Allahu me burrin, e kundërta. Ty të ka sprovu Allahu me nonën tate. Sprova jote në këtë botë që e ka nona jote. Bëj sabër, as mos e prish terezin, as mos sol keq, thuj ketë drejt, vallaj ketë drejt e mom. Edhe vëllezërit dhe motrave kur të pyesin thuj po vallaj mom, thot vetëm vërtetën. Mos e vrit mendjen fare. Puthi duart, puthi këmbë, mos e vrit mendjen fare, hiç. Stresin zero.
Kam parë një ngjarje në Gaza se si një prind që i kishte ndruar jetë fëmijët shpërndante karamele për njerëzit. Më ndodhi dhe mua, thot, më ndroi jetë goca 5 vjeçare dhe unë kam shpërndar njerëzve hurma, duke marrë shkas nga ajo që ndodhi në Gaza. Mirë, po njerëzit thoshin humbi tradita, ç'është kjo gjë? Zakonisht mas xhenazës shpërndahet cigare, jo hurma. Edhe nuk e di, domethënë, a kemi bërë mirë apo jo? Alhamdulillah. Sa e sa njerëz sot në botë, nga ajo që po ndodh në Gaza, po pranojnë Islamin, alhamdulillah. Sepse është e pamundur, vëllezër, të ketë qëndrueshmëri, iman dhe besim nga një popull si ai populli i Gazës, vetëm se ka lidhje me fenë e vërtet, Islamin. Shumë analist kanë dalë në përfundimin se shumë rini botërore, perëndimore, europiane po pranojnë Islamin masivisht, vetëm se për shkak të ngjarjeve që ndodhin në Gaza. Është e pamundur me atë që po përjeton, me atë gjenocid, holokaust, që po përjeton populli i Gazës, është e pamundur vetëm se imani dhe besimi i tyre në fenë e pastër të vërtet islame i mban ata njerëz. Sepse me të gjithë parametrat njerëzor, aty njeriu lund mendsh. Me gjithë parametrat njerëzor, aty njeriu kalon në çmendi. Me gjithë parametrat njerëzor, aty njeriu, më thënë, del nga vetvetja. Ata janë të qëndrueshëm, përmenin Allahun, lexojnë Kur'an, falin namaz, edhe nuk luajnë nga veni i tyre, kanë thonë, edhe sikur të shuhemi të gjithë. Rasti i fundit ishin duke fal namazin sabahut në një shkollë që ju kishin thonë futuni te kjo shkollë se jeni të sigurt për namazin e sabahut më shumë se 100 dëshmor namaz. Me armët e kujt dhe kush i mbështet? Ka Zot lart. Ka Zot lart, e ai Zot është krahun e muslimanëve, padyshim, dhe se të tjerët i kanë bërë gjitha llogaritë, përveç se Zotin nuk e kanë futur në llogari, dhe ky është gabimi i tyre më i madh. Kështu që motra në fjalë, pas ka marrë sebeb nga ajo që ka parë në Gaza, dhe ka bërë të njëjtën gjë, mashallah, Zoti e rujt. Se desi fëmia dhe të shpërndajsh hurma për njerëzit që kanë prezantuar, kjo tregon inshallah taala iman edhe besim, Zoti ju takoft në xhenet. A mund të jap sadaka pa dijenin e burrit, pasi nuk më lejon, unë vetë punoj, mirë po rrogën e fus në arkën e shtëpisë. Kam dhe një punë tjetër të dytë që më paguhet në dorë, e me ato lekun i mbaj për vete. A bëj gjuna që jap sadaka pa dijenin? Jo, nuk bën gjuna fare, Allahu ta shpërbleft. Je shumë mirë. Je shumë mirë. Allahu të shpërbleft. Kemi dëgjuar një nga thirrsat e njohur amerikan që thotë mos e detyroni gruan tuaj të gatuaj apo të laj. Po ky amerikan le të bëj çfarë det me gruan e vet. Allah e letësoft. Ka njerëz që flasin kështu gjëra të bukura dhe bën, si më thënë, tërheqin vëmendjen. Ndërkohë që faktikisht në Islam, kjo gjë kthehet tek tradita dhe zakoni. Në ato vende ku gruaja gatun, lan, pastron, etj, i bën të gjitha dhe me Islam. Dhe në ato vende ku s'ka nevojë se ka shërbëtor, ka punëtor, e ku dëgjon etj, dhe gruaja rrin duke tunë zinxhiri gjithë ditën, veprohet siç është tradita e vendit ku jetohet. Dhe ne kemi shembull nga jeta e pejgamberit alayhis salatu wasalam, se si kanë pas punuar gratë e ju bëjshin durat me kallo prej punës.
E nuk tha dikush që dëgjo se me islam s'ka lidhje. Ka lidhje. Kështu që e nështuar këta cilët duan të rregjin vëmendjen dhe flasin gjëra që konsiderohen aqwalun shadhe. Aqwal shadhe do të thotë fjalë të thëna po që si mbështet askush. Mirë po ekzistojnë si mendime. E dikush për të duk feminist, për të duk gentil, e ku dëgjon e tjerë. Jo se islami, ti si e përfaqësuesi i islamit o shok. Kur thuash ti islami duhet të jesh kolloz. Ti mund thuash ka një mendim. Unë mendoj se mos fol në emër të islamit. Kur flasësh në emër të islamit duhet të jesh i mbështetur mirë me këmbë në tokë. Më kanë feju familja pa pranu hiq, s'ka dash. Dhe qika nuk po më pëlqen, pra vajza nuk i pëlqeka. Dhe po du me unda me qikën, pra me këtë gocën ky do me unda. Nuk e kam prek asë njëherë, asë se kom pudh bile. Mashallah, qeke. Mashallah. Veç çka dilsha, hatër i prindërve. Për vetëm kur dilsha se hatër i prindërve. Po unë e di që jeta nuk shkon pa dashni. Unë po du më unda se ashtë ma herët. Dhe më unda thjesht veç të fejum që ja kemi kanë e çfarë dënimi më kap më unda prej asaj. Jo më vlasi dënim, ndahu, burë, mos e vrit menin. Po se deshe, ndahu. Stresit zero. Prindërve thuj, Zoti ju shpërbleft, po desh t'ju thuj, ma e një gocën nga shtëpia, po unë thuj, nuk ndjej gjë për të, edhe selam aleikum, aleikum selam. Nuk ka martes, po se ndjehu një, që shkjo martes? Po se ndjehu, selam aleikum, aleikum selam. Nuk e dia jeni ndjeni se çfarë po ndodh me ne muslimanët në Angli, po bëjnë protesta, po shkatrojnë xhami. E gjithë kjo politikë po justifikohen që këtë po e bëjnë për asaj ngjarjes që u vran 3 fëmijë të vegjël. Po na zën frika të shkojmë nëpër xhamia në këto kohë. Unë e di shumë mirë, është një ngjarje jo e saktë. Ai akti i terrorit nuk është i bërë nga musliman, por grupet ekstreme të djathta e kanë shitur si kur e kanë bërë emigrantët musliman, edhe kanë ndodhur kjo që kanë ndodhur. E rëndësishme, jeta është parsore. Nëse mendoni se duke shkuar në xhami ju dëmtohet jeta juaj, atëherë mos shkoni derisa të qetësohet situata. E nëse duhet me qenë në xhami, me mbrojt xhamit nga huliganët, duhet me shku. Po ata që janë të vegjël, ata që janë fëmijë, gratë mos shkojnë. Ndërsa burrat duhet shkojnë, sepse mos me i lanë zullumqtarët me dëmtu shtëpiat e Zotit. E rëndësishme është që muslimanët nuk duhet të provokohen, as nuk duhet të ndikohen nga provokimet që bëjnë këta njerëz, sepse po nuk reaguan dhe muslimanët, karshit tyre, zjarri i tyre do të fiket shumë shpejt. E nëse ata ngrihen dhe bëjnë të tilla akte, vandalizma, dhe muslimanët ju përgjigjen në të njëjtën formë, zjarri nuk shuhet. Kështu që njëra prej palëve duhet të rriqet, ka shtet, ka ligj, ka polici, ka ushtri, le të merret shteti me atë punë, nuk mos u përplasni, mos krijoni konflikt. Lejeni shtetin të merret me atë punë, sepse është e mjaftueshme. Për pak ditë djali më bën 1 vjeç që ka lindur dhe më thonë të gjithë që t'i presësh flokët. Duhet një çun që t'ia presi flokët, po t'jetë fëmia i parë dhe flokët t'ia presin 3 herë. Si t'ia bëjmë se s'kam njëri të afërt që ka çun, që t'ia presi flokët 3 herë djalit tim. Këto janë budalliqe me ok. Më përpara kanë pas qenë shit budalliqet me ok, s'ka pas kilogram, njësi mace. Kurse tani shiten me kile, me kuintal, me ton budalliqet.
Këto kanë qenë quajt budallaliqe me ok. Dilte dikush i shiste në pazar dhe njerëzit e shkret i besojshin. Nuk ekziston në Islam që kur mush fëmia vitin i priten flokët, e këto flokë duhen pret 3 herë, e duhet i presi një çun, por duhet jetë i parja i çuni e tjerë, gjitha këto janë pralla me mret. Thua vazhdimisht që djemt beqar duhet të martohen. Po, e kam thonë, se mohoj. Por kur mundësit nuk ekzistojnë. Se me thonë martohu hoxh, është shumë e thjesht. Mirë, mashallah, ka drejt kjo Habibi. E di që ketë drejt i vëlla për Zotin. Ishte i herë, tha, në Stradini. Edhe vjen njoni ankohet për komshiun. Masë e maroj, tha, ketë drejt, tha. Masë i gjysore vje komshiu. Thot, në Stradin, tha, këshu ma ka bo komshiu. E njoj në Stradin, tha, ketë drejt, tha. Tani çuni po njoj, dhe o baj, tha, po si ka mu si, tha, erdi i pari, tha, i the ketë drejt. Erdi i ky dyti, tha, i the ketë drejt. I tha në Stradini të biri, tha, ti tha që edhe ti ketë drejt, tha. Edhe ti ketë drejt. Kështu Habibi, edhe ky Habibi që ka po pytin ka drejt. Çdo thot fjala kur nuk me kanë zhdekë vëlla, kur thotim mundësia nuk ekziston, do thotë që janë shumë gjinia femnore nga sipërfaqja e tokës. Ndërkohë që premisat janë që janë gjithmonë më shumë numër. Dhe s'do të bëhet kiameti derisa të shkojë raporti 50-1. Kështu që prit se ke kohë. Prit se ke kohë, alhamdulillah. Ose vrit me një. Ka Habib, ka, por se njeriu duhet kërkoj. U s'kam pa në herë për shumë të hudhet në i gocë nga kati tretë, thot jam beqara, ka në i qunë këtu poshtë. Snob. Mera në i gocë nga kati tretë. Snob. Ama duhet me kërku. Në kati tretë mund të ketë 20 goca beqara që presin. Shpresën, yllin, dritën, princin. Po si kërkon kush? Edhe këto poshtë presin që të shofin diçka. Namaz janë veç e veç, gjitha ne veç e veç, edhe s'ka, thot, ka sa të dush, ka, por duhet mu updateu, duhet mu interesu, duhet me pyet, duhet mu regjistru ke Kleoni, me lanë aty të dhonat, e kriju dosjet. Po, që problemi ka? Jam kaq vjeç, foton, gjonat, kam këto, le të themi, si shuan këto, kërkesa, kritere, edhe motrat, anej, edhe çunat këtej, edhe inshallah bon Zoti hajër. Kështu që s'ket drejt. Për më shumë mund të mash një fetva që kemi hap para ca ditësh, mund të veprojsh me atë fetvan. Fjala namazi i duhas do të thotë që me bo dua, jo, namazi i duhas është namaz që falet para dite, nga 2 deri në 8 rekat. Nga 2 deri në 8 rekat. Ky është namazi i duhas. Quhet i duhas, jo sa është i duas. Duha do të thotë namazi i paradites. Namazi i paradites. Kam dëgjuar që ka transmetuar Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu që leximi 10 ajeteve nga suratu El-Bekare, 4 ajete, leximi 10 ajeteve nga El-Bekare, ajeti 1 deri tek ajeti 4. Si 10 ajete nga 1 deri 4. Të s'ka inteligjencë artificiale që e përpunon. Iku. Ajeti kursi, po. 3 ajetet e fundit, po shërojnë të smurin dhe mbrojnë shtëpinë. Dhe është njësoj si kur me lexu gjithë El-Bekaren, nëse përtojmë. 9. S'është e vërtet. Nuk është e vërtet.
S'ka dyshim që leximi i ajetit kursi ka mirësi të mëdha, e ku dëgjon leximi i dy ajetet e fundit surës Al-Bekare ka mirësi të mëdha dhe vlerë të mëdha, po jo, po si lexo, po përtove me lexuar Al-Bekaren futi të numrat e tyre dhe ja, s'ekziston kështu. Nëse ja këndon fëmijës së posa lindur ezanin dhe ikametin, a duhet patjetër t'ia thrasim dhe emrin në vesh, apo në hun? Thirrja në hun. S'ekziston, nuk ekziston kjo gjë, thirrja e emrit nuk ekziston. Se ka ca njerëz që thotë kur ja vën emrin fëmijës duhet t'ia thrasë s'ke veshi. S'ekziston. As ezani as ikameti nuk e ka hadithin e saktë. Pavarësisht se përmendet shumë libra, e përmendin, ka ulema dhe dietar që e përmendin. Po më e saktë është që hadithi është i dobët. Kurse thirrja e emrit në vesh nuk ekziston fare. Se na plasët shpirtin na plasët me këto muhabete. Para 2 ditëve në raj rast vdekje, burrit tim i vdi gjyshja nga ana e nënës. Po gjatë kohës së varrimit kur po hidhte dheun, ju kput kopsa e pantallonave dhe i ran varr. Disa njerëz na kanë mërzitur shumë dhe shqetësuar se na kanë thënë se brenda vitit do të ndodhi një fatkeqësi. Larg budallëve. Po çfarë lidhje ka? Ju ka kput kopsa i ka ran varr. Çfarë problemi ka? Ka njerëz që u bjerë celulari, ka njerëz që u bjerë rrypi, ka njerëz që u bjerë leku, portofoli. Çfarë lidhje ka ajo punë? Ai për merak tungulte ta merrte kopsën, ta fuste në xhep. Po kështu për të bërë merak fatkeqësi kështu, s'ka lidhje fare. Motra është dashuruar me djalin e koqësisë. Mashallah, ha? Familjet janë në një shok të madh, sepse neve vetëm rruga na ndan. Jetojmë në perëndim e fjalët e njerëzve pa ndal. A është haram t'i ndajmë? Çfarë thonë? Nga kanë ardhur thonë. Motra është dashuruar me djalin e koqësisë, po shiqyr me elhamdulillah. Edhe komshi, edhe krushk. Ka më mirë. Është bonoh mi thotë. Në të fol njerëzit, e jetojnë edhe në perëndim, që këto në perëndim do t'jenë open mind. Open mind. Këto do t'jenë mendje hapur, këto do t'jenë mendje ndritur. Gjithë drita po na vjen nga perëndimi. Këto thonë, o bonomi, po pse? Thotë, motra është dashuruar me djalin e koqësisë, edhe njerëzit po na përfolin, a është haram t'i ndajmë? Haram është me i nda. Pse me i nda? Shoqyr që duhen, martojeni. Elhamdulillah që duhen, martojeni, bismillah. Ala me këto muhabete burr, po, kur do të bëhemi njerëz ne si popull? Inshallah, avash. Avash. Se me u bo shpejt, pastaj çfarë do të bëjmë? Kush do të merret me budalliqe po u bëm shpejt si popull, kështu që avash. Profesor e ka me mu. Hoxh, jo profesor, po nëse s'ka problem. Kam dëgjuar thotë se është keq me dhon borxhin natën, a është e vërtet? Ja. S'është e vërtet, është rren. Natën, ditën, mjes, drejt, darkë, i borxh inshallah. Allah ta shpërblet. A lejohet ta falim kështu me këtë bluzën pa krah namazin? Duket shive? Shive? Është kështu me këto si jabone. A, duket? I thashëm këti Habibit, ja s'duket më duket, a tani, shive? A? Duket e zez? A, okej. I thashëm këti Habibit, tash po ftyrem se se ke qitë qeshte, ha. Lejohet mu falë me këshu jabone. Lejohet. S'ka problem. Doja të dija për numrin e vedhëve të femrat në islam. A lejohet më shumë se një vedh? Ju lutem sepse burri po më thotë se kush vën më shumë se një vedh nuk është muslimane. Që ka dietari i madh ky. Ky që ka kokë.
Na e pak adresën e burrit dhe numrin celular që kur të kemi në pyetje ta pyesim për Islam, siç e ka I papar. S'ka lidhje fare, nuk ka lidhje. Kur e bëjmë dhikrin mëngjesit dhe të mbrëmjes, sa duhet vetëm thuhen surat apo do t'i frym duart dhe të fërkojmë trupin? Jo. Vetëm thuhen ato gjërat që duhen thënë. S'ka nevojë me bë fërkime, pa fërkime. A bëj gjuna me I tregu djalit tezës se e tradhton gruaja? A bëj gjuna me I tregu djalit të tezës se e tradhton gruaja? Siklet kjo punë, subhanallah, siklet është. Siklet është. Shumë siklet kjo mesele. Qa menoni ju, xhamat I nderuar? I ka faktet, e zemë për shembull se I ka fakt. Duhet I tregoj. Po. Ku ta këshilloj, ku ta kapin nusën e çunit tezës, ku ta gjej? Kjo është një çështje e vështirë faktikisht sepse mund të çojnë shkatrim familje dhe mund të çojnë probleme. Allahu din më së miri, në raste të tilla unë mendoj që është mirë me këshillu, por pa rënë në sy. Me këshillu, nëse ka mundësi me këshillu atë dhe më I thon, unë I kam të gjitha faktet që ti e lu bishtin. Nëse të pash edhe një herë, unë gjitha çka kam fakte dhe argumente më të tregu burrit tat. Nëse ajo vazhdon pastaj rrugën e djallit, atëherë I duhet treguar. Po ka I problem faktikisht që edhe mund mos ta besoj ai. Ajo mund ta manipuloj dhe ky kthehet në armik. E rëndësishme ky të veproj sipas asaj që këshillon Islami. E këshillon një herë atë. Nëse ajo pastaj vazhdon, ky duhet të tregoj patjetër. Nuk duhet ta tradhtoj. Duhet I tregoj siç është e vërteta. E besoj se besoj, ja mori për keq, ja mori për mirë, puna e tij. Edhe ti japi argumentat. Pra kur ti thot 1, 2, 3, 4, 5, 15. Hajër inshallah. Zoti e boft mirë. Duam bëjmë djalin sunet, po desha të pyesa ka ndonjë dua të veçantë kur bëhet sunet dhe do t'i këndojmë që diçka para se të bëhet sunet. Asi gjon nuk ka hiç. Bismillah, e në hec. Kur njeriu është I sëmur, a bën që të bashkoj namazet dhe t'i shkurtoj? Jo. T'i shkurtoj? Jo. T'i bashkoj lejohet. Kur njeriu është I sëmur, I lejohet që t'i bashkoj namazet. Drekën me ikindin, në kohën e njërës prej tyre, akshamin me jacin në kohën e njërës prej tyre, ndërsa nuk I shkurton. I fal të plota, pra drekën 4 rekat, ikindin 4 rekat, akshamin 3 rekat, jacin 4 rekat. Doja të doja opinionin tuaj rreth gjërave që publikohen faqe të ndryshme, siç është për shembull vaj gurit dhe vaj farezejs. Ej zoti më. Nuk ka dyshim që përdorimi I vajit farezejs është I dobishëm, nuk ka dyshim për këtë gjë, sepse del nga fara e zez, dhe fara e zez është një farë e bekuar, me thonë. Vaj ullirit. Vaj ullirit është pemë e bekuar në Kur'an. Pra nëse ne themi vaj farezes, në fund fare ka ardhur në hadith. Ndërsa vaj ullirit është përmend në Kur'an që është I bekuar. Vaj gurit, të gjitha këto janë të sakta sepse ka fakte shkencore që edhe vërtetojnë etj. Kurse çfarë thon faqet, është më bet tjetër pastaj, se pa abuzojnë shumë. S'kan lënë sëmundje pa shëru, e s'kan lënë gjë pa gjet me fjalë. Përzi këtë, këtë. Duhet shkoni ke njerëzit që janë adapt. Puna e mjekësisë alternative është si puna e fesë. A mund shkosh ti me marr fe tek një sa ka ardhur nga shkolla për shembull, që s'është ka dhënë prova? S'dihet çfarë ujë I ka pi? E çfarë metodologjie është fut, e çfarë grupacioni ai bjerë dajrës e si bjerë dajrës, për shembull?
do ta shofsh një herë çfarë thot, ka thonë Allahu, ka thonë pejgamberi, ka thonë të parët tanë, si ecën në rrugën e të parëve tanë, etj, ku argumentohet, si flet, ku dëgjon etj, pastaj qetësohet shpirti, hoxhallarët e tjerë që janë në fushën e davetit thonë po, filan është i besueshëm, është hoxh tamam, edhe ti shko merr fe prej atij. Edhe miksi alternativ, jo gjithë faqet që flasin e bëjnë kombinime lloj gjërash. Shko tek ata që janë të njohur, ka vëllezër në xhamati jon për shembull, ka kush e disa vëllezër shumë të mirë që merren me këtë punë, që njohin fushën shumë mirë, konsulto, shif kombinime që ato kanë. Ke Ibrahimin, ke Ismailin, ke Hoxhimin, ke shumë për të flas këtu tek xhamati janë, po sa ka shumë të mirë, domethënë kudo që mund të konsultohesh me ta, të marrësh një mendim prej tyre, i ke adapt. Kurse këto abuzimet pastaj në përfaqet e në përgjonat e bëj këtë, bëj ashtu e ku dëgjon, i Zoti di se çfarë janë me fjalë, dhe mund të jetë edhe thjesht për të shit mallin. Kishte dalë tani për shumë kohët e fundit, vaj ulliri i kënduar që shëron kancer, që shëron magjin, mysyshin, e ku dëgjon etj. Ka doli më valla, nga e gjetër më valla, ka shpejt më punë. Si u shkoi menja valla, sa u punon truni valla. Vaj i kënduar, vaj ulliri i kënduar që shëron. Domethënë e ke paketën mrena. Çka ke ti shoku? Magji, mysyshe, e ke të gjitha, merr vaj në ullinit. Blej i kuntal vaj ullini se ke për të bë mirë. Ta në abuzus. Ta në njerëz që abuzojnë. Te kërkati i dytë pas të jatit, pa dashje thash salavatet, a ka problem? Jo, s'ka problem inshallah. S'ka problem. Në mendimin më të drejtë, se ka një mendim që thotë është problem, po s'ka problem inshallah. Nëse sheh një yll që bie, thuhet se shuan një të keqe, a është e vërtetë se duhet të shprehësh një lutje në ato momente, një dëshirë se plotësohet? Jo. S'është e vërtetë. Se ekziston në Islam. Nëna teologe mund thotë që lejohet, po në Islam jo. Se nëna teologe thoshte yjet dhe planetet ndikojnë në jetën tonë. Po në Islam s'ekziston kjo lloj gjëje. Në Islam po të besosh se yjet dhe planetet ndikojnë në jetën tonë dhe orientojnë jetën tonë dhe parashikohet e ardhmja dhe fati nëpërmjet yjet dhe planeteve, nuk je më nën teologe, po je nën çfarë? Nën dreqologe. Nëna dreqologe, jo nëna teologe. Jam nga Tetova, jam martuar me një qah, kam bërë para 2 vite kur jemi feju te hoxha. Po tash hoxha më thot, e fort kjo. Edhe janë gjoj këtë sa është e bukur. Unë jam thot nga Tetova, tash jam martuar me një qah. Kam bërë para 2 viteve kur jam feju te hoxha. Pra, edhe herë, si çik dialekti. Unë jam nga Tetova, tash jam martuar. Pik, se s'ka bu pik. Një qa kam bërë para 2 vite kur jam feju te hoxha. Okej, pra ka bërë kurorën ke hoxha. Okej. Po tash hoxha po më thot, pse s'm ke thirr të bëj duan për natën e parë të martesës? Sepse më përpara krejt e kanë thirr hoxhën për t'i bërë dhëndrit duan natën e parë të martesës. A kam bërë gjuna që nuk kam thirr hoxhën, ja ke bë mirë që se ke thirr. Ke bë shumë mirë që se ke thirr. Çfarë duhet hoxha atë natë aty? Çfarë duhet hoxha atë natë aty? Hoxha po e pe atë natë aty, bie më fshes kokës. Çfarë janë këta më? Se hoxha kretve u thot se ai se ka bo mirë se më ka fkat. Fkat do më thonë se më ka thirr. I pasën ngel hatre hoxha. Po ipi 50 euro shopur. Boje duan, hoxha. Boje duan kaza. Boje duan kaza. Sa do të merresh atë notë hoxha? Thot hoxha 100. Çe 100 e hoxha? Vetëm mos fol. Boje duan kaza. Njerëzit po falin namaz kaza, e mu dua kaza. Nëse nuk ekziston kjo gjë në Islam, që me marr hoxhën atë natë, me bë dua se ekziston. Atë natë është nata e dhëndrit. Lejeni dhëndrën të qetë atë natë, të
të kënaqet. Dhe ke parasysh ti në kulmin e emocionit, kënaqësisë, lumturisë, do të presësh dhe hoxhën boj tua hoxha. Ej zoti ma. Këta nuk ka kush e arreston, s'ka shtet. Kam një pyetje, nuk e di a është gjuna nëse vdes halla e babit ose tezja dhe unë si nusa është gjuna të shkojnë në darsëm ditën e 5 pas vdekjes te familja e burrit kur prezent jenë vetëm gra, pa muzikë, pa instrumente e tjerë. S'ka asnjë përderisa s'ka harame, lejohet me shku, nuk ka asnjë problemi. Përderisa nuk ka harame, lejohet. A është e lejuar që t'i jepet dikujt zekati që nuk ka nevojë, ama ai person e ka niyetin për me shku në Qabe? Lejohet. Lejohet t'i jepet zekati për haxh, lejohet. Nëse kam marrë borxhin personi pa kamat, pa fajde, po unë dua t'ja kthej më shumë se çfarë ka dhënë ai, pa rënë dakord më përpara, lejohet. E rëndësishme është mos me rënë dakord. Për shembull, more tek një person 50.000 euro borxh. Dhe ti kur ja kthen 60. Lejohet? Lejohet. Ja more 50, ja kthen 55, lejohet? Lejohet. Ja more 50, ja kthen 50 dhe një BMW X5 2020. Lejohet? Lejohet. S'ka se problem fetarisht. Përderisa s'është rënë dakord ose si ke dhënë sinjal. Me rënë dakord do thotë mi 50 se inshallah do t'jap 60. Kjo haram. Kamat. Ose s'ke dhënë sinjal. Kam nevojë me dhoni 50.000 euro borxh se inshallah ta kthej më mirë. Ky sinjali e bën haram shtesën. Nëse ti thua 50.000 euro borxh, do t'i kthej me shpresën e Zotit. Mas kaq kohësh. Edhe ja ktheve më shumë, s'ka asnjë problem. S'ka asnjë problem. Pejgamberi sa ka qenë që kur merrte një borxh, e kthente borxhin më mirë se sa që kishte marrë. A lejohet të vendosin implante për dhëmbët? Implante quhen? Pra si lejohet, nuk ka asnjë problemi. Përderisa është e nevojshme dhe i shërben të ushqyerit mirë, nuk ka asnjë lloj problemi, fetarisht lejohet. S'kemi shumë pyetje, dhe sa kohë kemi? Kemi vetëm 4 pyetje. Ti bëjmë edhe këto 4 pyetje? Ti bëjmë 4 pyetje? Fal synetet se ka hyrë koha. Edhe 3 minuta. Okej, një, po i bëjmë. E reja e dajës po akuzon nonën teme që bën serje. Nëna jem thot me 5 fëmijë e vet i bie Zotin sesh dhe 5 herë në ditë. Te daj të rinë për fallxhor shumë dhe po i besojnë fallxhorit se gjas me nëna ime po bën sehire. Shumëzojeni me 0. Shumëzojeni me 0. Ato që ju akuzojnë nonën si magjistare, vejeni X-in, nxirrini nga jeta juaj. Çdo të thotë kur shef veten tënde me hijab në ëndër, do të thotë se duhet vendosësh hijabin kur zgjohesh. Do të vuj hijabin. Zakonisht motrat kur janë mirë me besim, pa akoma sa kanë vuj hijabin, e shohin veten e tyre me hijab në ëndër. Kështu që këto motra do të thotë se ka ardhur koha me vuj hijabin, inshallah taala. E më smur me kancer dhe kam problem me burrin, kam 3 fëmijë dhe motrat e burrit vinë në shtëpinë tonë, përzihen jetën tonë bashkëtorë, jam mbushur me një burrit, tem për keq dhe ai më rre. Dhe më thot oj kuçk. Ej Zoti, çfarë janë këta njerëz valla, Këshilla ime për ty është ta inqizojsh kur ato të flasin, ta inqizojsh dhe burrin kur dëgjon, edhe denoncojnë polici. Ti haja 5 vjet burga si bëhet burri. Bëhet burri nuse. Do të bëhet burri nuse ka për të bëhet burri kur të hajnja 5 vjet burga atje, të laj çorapet e aty në shokëve, se s'du me thonë në gjë tjetër. Një familjar që 4 ditë është ranë në shtrat, as nuk han, as nuk pin, e nuk po din asgjë, vetëm fryma po i ndëgjohet ka merr. Barna nuk po i pranon më trupi, po i keqësohet gjendja. Mjekët i kanë thonë s'kemi çfarë t'i bëjmë. Me ilshu Kur'an.
A ka mundësi që qetësohet shpirti me i lexu? Lexojeni Kur'anin, elhamdulillah. Lexojeni edhe lexojeni, jo vetëm me i lexu, po edhe me i lexu Kur'anin, inshallah qetësohet. A ekziston jashtë të quajturi namazi i udhëtimit? Faktikisht ka hadithe për këtë. Ka një pjesë dietarë që e ngrejnë hadithin deri në shkallën hasan, pjesa tjetër e konsiderojnë të pasakt dhe të papranueshëm. Në medhhebe pranohet, që do të thotë njeriu para se më udhëtu fal 2 rekat namaz apo 4, pastaj udhëton. Ndërsa ka transmetim të sakt, dëgjoni, ndërsa ka transmetim të sakt që pejgamberi sa kur kthehej nga udhëtimi, gjëja e parë që shkonte, ikte në xhami, falte 2 rekat namaz. E rëndësishme, pra nëse dikush vepron, sepse kështu shkruhet në librat e mëdhëbeve, nuk ka asnjë lloj problemi, pasi ka dietar që e bëjnë hadithin e saktë. Me kaq i mbarum të gjitha pyetjet që kishin ardhur. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Zoti shpërblet.